Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Lavdërimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve, atij që krijoi gjithçka me urtësi dhe që e drejton çdo gjë me drejtësi. Salavatet dhe paqja qofshin mbi të dërguarin ton, profetin Muhammed a.s., mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. O Allah, krijues i qejve dhe i tokës, ty të falenderojmë që na dhurove një ditë të re. O Zot, bëje këtë ditë fillim të mirë për ne, mbushe me bereqet në punët tona, në familjet tona dhe në zemrat tona. Na largo nga dembelizmi dhe nga shpërqendrimi, dhe na bëj prej atyre që e fillojnë ditën me përmendjen tënde. O Allah, na udhëzo drejt veprave që ti i do. Na jep sinqeritet në çdo hap dhe pastërti në qëllimet tona. Na bëj të drejtë në fjalë dhe të butë në sjellje. Na i fal mëkatet e ditëve që kaluam dhe mos na lër ta fillojmë ditën pa mëshirën tënde. O Allah, ti je dhurues i forcës, na jep durim në sfidat tona dhe qëndrueshmëri në sprovat tona. Kur zemrat tona lidhen, na forco me përmendjen tënde. Kur mendjet tona rëndohen, na lehtëso me mëshirën tënde. O Zot, mos na sprovo për te i fuqisë son dhe në çdo vështirësi na hap dyert e lehtësimit. Na mëso të jemi falenderues në mirësi dhe të durueshëm në vështirësi. Na bëj prej atyre që nuk ankohen, por mbështeten tek ti. O Allah, falës i madh, ne vim tek ti me zemra të mbushura me gabime. Fali mëkatet tona, ato që i dim dhe ato që nuk i dim, ato që i kemi bërë haptazi dhe ato në fshehtësi. Pastroji zemrat tona nga urrejtja, zilia dhe mendjemadhësia. Mbushi ato me dritën e besimit dhe me dashurinë për ty. Na bëj prej atyre që pendohen sinqerisht dhe që nuk kthehen më tek e keqja. O Allah, bekoj familjet tona, ruaj bashkëshortët tanë dhe fëmijët tanë. Mbushi shtëpitë tona me paqe, dashuri dhe mirëkuptim. Largo grindjet dhe sill harmoni mes nesh. O Zot, edukoj fëmijët tanë me dashurinë për fen, me respektin për prindrit dhe me përkushtim ndaj së mirës. Bëj ata prej atyre që e nderojnë emrin e familjes dhe fenë e tyre. Na bëj shembull të mirë për ta. O Allah, Zot i madhërisëm, na fal mëkatet tona dhe na pastron nga çdo gabim. Na jep dritë në zemrat tona, dritë në sytë tanë, dritë në fjalët tona dhe në veprat tona. O Zot, prano lutjet tona. O Zot, bekoje umetin e Muhamedit a.s., bashko zemrat e besimtarve dhe largo përçarjet mes tyre. Jepi shëndet të sëmurëve, lehtësi atyre që janë në vështirësi dhe mëshirë atyre që kanë ndërruar jetë. O Allah, në këtë ditë të premte, na jep risk të pastër, jetë të gjatë në adhurim dhe fund të mirë. Mos na largon nga mëshira jote dhe bëje këtë ditë dëshmi për ne, jo kundër nesh. O Allah, furnizues i çdo gjëje, na jep risk të pastër dhe të bekuar. Na ruaj nga fitimi i ndaluar dhe nga padrejtësia. Bëje punën tonë të ndershme dhe të dobishme. Na jep kënaqësi me atë që kemi dhe mos na bëj skllëvër të kësaj bote. Shto bereqet në pakicë dhe mos na sprovo me tepritës pa falënderim. O Allah, na ndihmo të shohim gabimet tona dhe të përmirësohemi. Na mëso ta planifikojmë jetën tonë me urtësi dhe të jetojmë çdo ditë me qëllim. O Zot, na i bëj ditët që do vinë më të mira se këto që kaluan, me më shumë adhurim, me më shumë mirësi dhe me më shumë afrim tek ti. Na bëj prej atyre që nuk e humbin kohën kot, por e përdorin atë për t'u afruar tek ti.